Një ngjarje e rëndë është denoncuar në qytetin e Korçës, ku një mjek kirurg 72 vjeçar është arrestuar pas kallëzimit të bërë nga një paciente 21 vjeçare. Sipas të dhënave paraprake, e reja ishte paraqitur në urgjencën e spitalit për shkak të dhimbjeve të forta të barkut dhe të vjellave. Pas ekzaminimeve mjekësore, mjekët kishin vendosur që ajo t'i nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjikale për apandesit. Por sipas dëshmisë së 21 vjeçares, gjatë kontrollit mjekësor, kirurgu Nikole Nunkaj dyshohet se e ka prekur në pjesë intime, duke i thënë se veprimi lidhej me procedurën e ekzaminimit. E reja ka pretenduar se prekjet nuk kishin lidhje me kontrollin mjekësor dhe për këtë arsye ka bërë kallëzim pranë policisë. Menjëherë pas denoncimit, efektivët kanë marrë dëshminë e pacientes, e cila vijon të jetë e shtruar në spitalin e Korçës. Më pas, policia ka bërë shoqërimin dhe arrestimin e kirurgut 72 vjeçar. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë, ndërsa pritet që dëshmitë dhe provat e mbledhura të përcaktojnë më tej përgjegjësitë ligjore të mjekut të arrestuar.